Vllaznia femrave ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt finales së kampionatit, pasi ka triumfuar minimalisht me rezultatin 1-0 ndaj Gramshit në ndeshjen e parë gjysmëfinale të fazës Final Four të zhvilluar në Arban. Një fitore e vyer për skuadrën shkodrane që konfirmon eksperiencën dhe forcën e saj në momentet vendimtare të sezonit. Pjesa e parë u karakterizua nga raste për të dyja ekipet, por pa konkretizim, duke bërë që skuadrat të shkojnë në pushim me rjeta të paprekura. Në fraksionin e dytë, ndërhyrja e stafit teknik dhe e trajnerit Nikolin Leka rezultoi vendimtare, pasi aktivizimi i Klaudia Boriçit solli një ndryshim në lojë. Ishte pikërisht ajo që në minutën e 60 zhbllokoi sfidën, duke shënuar golin e vetëm të takimit në portën e mbrojtur nga Hyska. Pas golit, vllaznia pati mundësi për të dyfishuar rezultatin, por pa sukses në finalizim, duke bërë që gjithçka të mbyllet me shifrat 1-0. Ky avantazh e vendos ekipin e drejtuar nga Nikolin Leka në një pozicion të favorshëm për ndeshjen e kthimit. Takimi i dytë gjysmëfinal do të luhet me 23 maj në Shkodër, ku kuqeblut synojnë të volosin kualifikimin. Sipas rregullores, në rast barazimi pas dy ndeshjeve ka lënë në finale skuadra renditur më mirë në kampionat. Finalja e madhe është planifikuar me 29 maj ora 17 në shtëpinë e futbollit. Objektivi i vllaznisë mbetet i qartë, fitimi i titullit të 13 kampion, me vetëm 2 hapa larg realizimit të këtij synimi.